Qëllimi ka qenë absolut dhe ai ka ngritur një shërbim brenda shërbimit, një shtet brenda shtetit. Partia Demokratike zhvilloi më 23 maj referendumin për rikonfirmimin e Sali Berishës në krye të partisë, në një proces ku ai kandidoi pa kundërshtar. Pas publikimit të rezultatit, deputeti demokrat Tritan Shehu e përshëndeti fitoren përmes rrjeteve sociale, duke e konsideruar atë si shprehje të vullnetit të antarësisë demokrate. Megjithatë, ky qëndrim bie në kontrast me deklaratat që vetë Shehu kishte bërë në vitin 1999 ndaj Berishës. Në atë periudhë, ai akuzonte ish kryeministrin për krijimin e një shteti brenda shtetit, që sipas tij përdorej për të ushtruar presion mbi demokratët dhe për të mbajtur kontrollin mbi partinë. Shehu deklaronte gjithashtu se brenda PD-s asnjë vendimarrje nuk realizoi pa dijeninë e Berishës dhe se ai kishte ndikim absolut në drejtimin e partisë. Rikthimi këtyre deklaratave në vëmendje vjen pikërisht pas rikonfirmimit të Berishës në krye të Partisë Demokratike, duke nxitur sërish debat mbi rolin dhe ndikimin e tij në jetën e brendshme të forcës politike.